edhe kryqëzohen. Ju përmendët 30 vjet, por duhet kujtojmë rekordin 43 vjet të traktorit, të Provenzanos. 42. Okej, scusa. 42. Vi sembra normale? Ju duket normale. Adesso voi siete ndoshta ju jeni miq shqiptar, gazetar shqiptar, po ju duket normale. Sipas luftës në Europë, një njeri të ri, i lirë në terren nga shtatori i 63-shit e deri në prill të 2006, 42 vite. 42 vite dhe nuk dim ku ka qenë, çfarë ka bërë, me kë është takuar, kush janë miqtë e tij, armiqtë e tij, pra gati gjysmë shekulli nuk dim asgjë. Atëre këto aktivitete kriminale kaq të gjata nuk janë të tilla, por janë marrëveshje, sepse një kriminal mund të jetë i lirë në aktivitetin e tij për një muaj, një vit, 15 ditë, por për 4 dekada do të thotë që ka diçka më tepër se kaq. Dhe në Itali, unë jam sicilian, eksperti i këtyre temave, merrem me çështjet e mafias që kur kam qenë një djalë i ri, pra për 50 vite tashmë kam arritur në këtë bindje, sepse duke folur për Provenzanon, për Rinën, për Matteo Messina Denaron, kryetarët e këtyre grupeve mafioze rrëzohen kur nuk duhen më. Okej. Vëldone, duhet të pyes pak, sepse është një histori që ka bërë shumë zhurmë, paktën në Shqipëri. Është në një nga përgjimet që Rinës i është bërë ku ka qenë në burg, në Parma, mos gaboj, ku flitet për atentatin në Via D'Amelio, atentatin ndaj Paolo Borsellinos. Dhe Rina thot, na duhet ai shqiptari, na duhet një inxhinier si ai shqiptari. Pastaj edhe në mos gaboj dëshminë e një prej të penduarve, nuk po më vjen emri tashmë, por ju mund ma kujtoni, thuhet që në atë garazhin e famshëm në Palermo ka qenë një figurë e panjohur ku po vendosej Tritoli në makinën që do shpërthente në Via D'Amelio. Ne si shqiptar na intereson ky detaj. Atëherë, për ta sqaruar, a ka pasur shqiptar përfshirë me mafia, me Cosa Nostra në ato vite? Se tani ka. Kjo nuk diskutohet. Por flas në ato vite. Allora, referimi atij garazhit ku ishin duke vendosur lëndën plasë për Tritol në këtë Fiat 500 që shpërtheu në 19 korrik të 93-shit ndaj Borsellinos, është referim Gasper Spatuzza është pra i penduar i drejtësisë, i cili flet për një personazh i panjohur i Cosa Nostras bashkë me mafiozët. Por nuk thoshe që ka qenë një antar tjetër, shqiptar, amerikan, nga Ballkani, nga Maroku. Referimi është një personi i shërbimeve sekrete. Por Rina, vetëm një sekond, Ujeza lutem më ndihmo pak. Rina në përgjimin në burg thot na duhet një shqiptar. Na duhet si ai shqiptari, thot si inxhinieri shqiptar. Janë fjalët e Rinës dhe ju i dini shumë mirë. Sì, però è un altro episodio. Por është një episod tjetër, janë dy episode. Padyshim raportet, marrëdhëniet midis mafjeve, grupeve mafioze në botë janë të gjitha njësoj. Pra nuk ka mafje siciliane që është e veçuar nga Camorra, mafja shqiptare, mafja kosovare, ose mafja meksikane, kolumbiane. Mamaja është një. Origjina është një, por shpesh bëjnë marrëveshje bashkë, disa herë luftojnë me njëra tjetrën, por shkëmbimet e armëve, know-how, marrëveshjet, sekserët, kanë pasur gjithmonë, kanë ekzistuar.